A e dini se një princeshe e Egjiptit u bë mbretëreshe e Iranit, por historia e familjes së saj lidhet dhe me Shqipërinë? Babai i saj ishte mbret i Egjiptit, por vite përpara se të ngjitej në fronin egjiptian, ai ishte një nga emrat e konsideruar për fronin e Shqipërisë. Kjo është historia e princesës Fevzie Fuad, një histori që lidh Egjiptin, Shqipërinë dhe Iranin. Fevzie Fuad lindi më 5 nëntor 1921 në pallatin Ras El Tin në Aleksandri. Ajo ishte vajza e mbretit Fuad i parë të Egjiptit dhe motra e mbretit Farukut parë. Fevzia u rit në një nga familjet më të fuqishme mbretërore të lindjes së mesme, por familja e saj kishte një histori që shkonte shumë më larg se Egjipti. Ajo i përkiste dinastisë Muhamet Ali. Familja që sundoi Egjiptin për më shumë se një shekull. Themeluesi i kësaj dinastie ishte Muhamet Ali Pasha, i lindur në Kavall, një familje me origjinë shqiptare. Kështu, pasardhësit e tij u bën pjesë e historisë së Egjiptit dhe të gjithë lindjes së mesme. Dhe mes tyre ishte edhe princesha Fevzia. Por lidhja e familjes së saj me Shqipërinë bëhet edhe më interesante kur flasim për babain e saj. Babai i Fevzias ishte Ahmet Fuad, i cili më vonë do të bëhej mbreti Fuad i parë i Egjiptit. Në vitin 1913, kur Shqipëria sapo shpallur e pavarësisë po kërkonte një princ për fronin e saj, emri Ahmet Fuadit u konsiderua si një nga kandidaturat e mundshme. Pra një princ i dinastisë sunduese të Egjiptit me prejardhje shqiptare mund të ishte bërë mbret i Shqipërisë. Por historia mori një tjetër drejtim. Froni shqiptar ju dha princit Wilhelm Zyvit. Ahmet Fuad nuk u bë kurrë mbret i Shqipërisë. Disa vite më vonë, megjithatë, ai do të bëhej vetë mbret i Egjiptit dhe vajza e tij, Fevzia, do të lindte brenda kësaj familje mbretërore. Por jeta e Fevzies do të çonte shumë larg. Në vitin 1939, kur ishte vetëm 17 vjeçë, Fevzia u martua me princin e kurorës së Iranit, Muhammad Reza Pahlavi. Martesa ishte një ngjarje e madhe për dy familjet mbretërore. Nuk ishte vetëm një martesë mes dy të rinjve. Ajo kishte edhe rëndësi politike dhe diplomatike, sepse lidhte dy familje sunduese të fuqishme të lindjes së mesme. Fevzia u largua nga Egjipti dhe shkoi në Iran. Por jeta në oborin iranian nuk do të ishte aq e bukur sa mund të dukej nga jashtë. Në vitin 1941, Muhammad Reza Pahlavi u bë shah i Iranit dhe Fevzia u bë mbretëresha e Iranit. Ajo ishte e re, e bukur dhe me prejardhje mbretërore. Fotografitë e saj u shfaqen në revista dhe gazeta në shumë vende të botës. Por pas shkëlqimit të pallatit, fshihej një martesë që po bëhej gjithnjë e më vështirë. Fevzia nuk ndjehej mirë në Iran. Ajo u përball me probleme shëndetësore dhe me vështirësi në jetën martësore. Në vitin 1940, lindi vajza e saj, Shahnaz Pahlavi, por problemet mes çiftit vazhduan. Në vitin 1945, Fevzia u largua nga Irani dhe u kthye në Egjipt. Në fillim, kthimi i saj u shpjegua zyrtarisht me gjendjen e saj shëndetësore, por ajo nuk do të kthehej më në jetën mbretërore iraniane. Në vitin 1948, martesa u zgjidh përfundimisht. Fevzia dhe Muhammad Reza Pahlavi u divorcuan. Kështu përfundoi historia e saj si mbretëresh e Iranit. Ajo u kthye përgjithmonë në Egjipt. Një vit më vonë, në vitin 1949, Fevzia u martua përsëri, këtë herë me kolonelin dhe diplomatin egjiptian Ismail Qirin. Nga kjo martesë, ajo pati 2 fëmijë. Por ndërsa Fevzia po ndërtonte një jetë të re, edhe bota rreth saj po ndryshonte. Në vitin 1952,
Egjipti përjetoi revolucionin që çoi në përmbysjen e monarkisë. Familja mbretërore humbi pushtetin. Epoka e dinastisë Muhamet Ali në Egjipt po merrte fund. Fevzia, dikur princeshe e Egjiptit dhe më pas mbretëreshe e Iranit, tashmë jetonte larg fronit. Ndryshe nga disa pjesëtar të familjes mbretërore që u larguan nga vendi, Fevzia vazhdoi të jetonte kryesisht në Egjipt. Ajo kaloi vitet e fundit të jetës mes kujtimeve të një epoke që tashmë kishte përfunduar. Fevzia Fuad jetoi për më shumë se 9 dekada. Ajo kishte lindur si princeshe e Egjiptit, u bë mbretëresh e Iranit dhe ishte pasardhëse e një dinastie sunduese të Egjiptit me origjinë shqiptare. Më 2 korrik 2013, Fevzia Fuad vdiq në Aleksandri në moshën 91 vjeçare. Ajo varos në Kairo, por historia e saj vazhdon të jetë interesante edhe sot, sepse pas jetës së një princeshe fshihet një histori shumë më e madhe, një histori që nis me një familje me origjinë shqiptare në Kavall, që vazhdon në Egjipt, kalon në oborin mbretëror të Iranit dhe prek dhe Shqipërinë e vitit 1913. Babai i saj mund të ishte bërë mbret i Shqipërisë. Në vend kësaj, ai u bë mbret i Egjiptit dhe vajza e tij Fevzia u bë mbretëresh e Iranit. 3 vende, 3 histori, një familje mbretërore. Kjo ishte historia e princeshës Fevzie Fuad, një emër që ndoshta nuk dëgohet shpesh në Shqipëri, por që na çon në një nga historitë më të veçanta të lidhjes mes Shqipërisë dhe botës arabe. Kjo është Hayden Albania.